Po e nisë kështu, duke thënë që sot është dita e duhur, ose mbrëmja e duhur, për të manifestuar të gjitha ato dëshira që ne kemi për një vit të mbar, ose mbase për shumë vite të mbara, sepse është një fenomen i cili në herën e radhës që do të ndodhë, do tjetë 2022 viti. Po flasim pikërisht për 4 dhjetorin, që është dita e sotme, që ku do të ndodhë një fenomen astronomik i rrallë, një superhën që quhet hëna e ftohtë. Kjo superhën do tjetë e fundit e këtij viti dhe nuk do të shfaqet përsëri deri në vitin 2022. Gjë që e bën këtë ngjarje jashtëzakonisht të bukur dhe të paparashikueshme për të pasionuarit e hapësirës. Hëna e ftohtë është e veçantë për shkak të një cikli të rrallë që ndodh çdo 18.6 vjet. Gjatë këtij cikli, hëna e plotë ngrihet më lart në qiell se sa çdo hënë tjetër e plot gjatë vitit, duke ofruar një pamje spektakolare për shikuesit. Përveç pozicionit të saj në qiell, ajo do të duket më e madhe dhe më e ndritshme se zakonisht, duke bërë këtë një superhën të paharrueshme. Është një superhën e tretë dhe e fundit që ndodh për vitin 2025 dhe shfaqet në një moment simbolik, me fillimin e temperaturave të ulta të dimrit në të gjithë botën. Prandaj edhe quhet hëna e ftohtë. Dhe kjo lidhet me këtë ftohtësinë që ajo ka jo vetëm në ngjyra, por edhe me fillimin e periudhës së ftohtë të dimrit, uljen e temperaturave dhe kësaj faze të vitit e cila vjen e tillë. Me një ulje të temperaturave, po me një ndezje të shpirtrave, sepse unë e kujtoj dhjetorin si një muaj goxha me emocione të përziera, por edhe intensiv kur flasim për mënyrën se si ne i përjetojmë gjërat. Është muaj i fundit dhe përpiqemi që në këtë pa kohë të mbetur, që ecën me ritme shumë të shpejta, të bëjmë mbase ato çfarë kemi harruar ose kemi përtuar t'i bëjmë për gjatë një viti të tërë. Kështu që sot shijojeni këtë superhën të plotë, e cila njihet si hëna e ftohtë, sepse nuk do keni mundësi ta bëni deri në vitin 2022. Një fenomen i cili vlen që ju të manifestoni gjitha ato gjëra që doni. Dhe patjetër manifestimi është thjesht një proces për t'ia lehtësuar vetes punën edhe për ta motivuar më shumë të brendshmen tënde, se pastaj pjesa tjetër është produkti i punës.